me qytetarët tonë atje edhe rrjedhimisht, kushtimisht po them i bë për veti edhe ka investu përmes një strategjie që në një proces të ri elektoral që ajo e mërgat me qenë votuese e saj. Më ndodhë. Zoti Arifi, ju si eksperti mërgatës, pra... Mërgatolog. A filloi fushata me kërkesa për të votuar mërgata? Po, natyrisht. Për strategjike? Është strategjike se do ndërlidh me diçka që tha labi e partit tjera e kanë lënë si çështja e qeni në harres. Në harres, po jo, s'ka qenë ajo, mas pari tash jo sa që po kthehet në LDK, masovizimin më të madh të diasporës në historinë dhe herë ka bëu pikërisht Lidhja Demokratike e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës. Vitet 90-ta, kam qenë pjesë aty në struktura dhe aty masovizimit, ka qenë një organizatë shumë e fuqishme. Dhe pastaj krijuam shtetin, krijuam institucionet, u krijuan ambasadat shumë nga klubet pushuese ekzistuari sepse u institucionalizu dhe me këtë logjikën që e përmendi Vehveu, shumë nga diaspora thanë se kush jeton në Kosovë merret me politikën në Kosovë dhe ata vendosin njerëz të Kosovës, njerëz që jetojnë në Kosovë vendosin për çato parti. Kjo frym ka ekzistuar të tri partit. Domethënë që kanë ekzistuar në Kosovë. PDK, LDK dhe AK, domethënë kanë majtë kontaktet, kanë majtë deg, blem duket LDK-ja dikur edhe deg t'i ka pashu, dhe kohë mas kohë u takoj. Në që ta thash që e di që ka vendimi shumë. Me ardhin e vetëvendosja ka përdorur çatë hapësinë të krijuame dhe ka pas masovike, vizita, takimet, fjalimet e zjarta, patriotike, edhe është kriju çaj momentumi. Tash nëse flasim për këto dy fjalimet, është kriju një bazë bajagi e madhe elektorale në diasporë që voton. Është adheu i tyre. Të dytë kanë qenë që 5 vjetë në qeveri, e kanë udhëheq venin, po kur gjë s'kanë bo për diasporën përveç aty në votave. Në shku i shohin, kanë njerë po them, e mi orë me ju po, me ju majtë në i fjalim, me i kalzu sa të mirë jem, po në parem nuk kanë bo ndoj lehtësim. Kalzu sa të mirë jem. Sa të mirë janë, sa të po. Sa të mirë janë. Sa të mirë, edhe ata dhe këta. Edhe lehtësira... Proces të votimit. Po, ka bojë, vetëm të lehtësira e kanë qenë procesi votimit, jenë mëndu shumë me lehtësu, bile ka pas ideja të shmendura me shku edhe në për Banhofa me votu. Banhofa po në klube, do me thonë me prish procesin demokratik. Sërish mund t'ju zëmë për të madhe, pëse po thonim Banhofa. Po, ja, s'ka të bëjmë ata, me këta kanë dashur me organizu që me kontrolu votën ma shumë. Dhe tash që kam bo që falesime, nëse diaspora jonë vjen me aeroplan, ja shkon Shkup, ja shkon Tiranë, sepse këtu ka shumë pak fluturime. Shtrohet pyetja, a kanë bo diçka me bo një kontratë re me vizerin që mi au lehtësu qytetarëve të Kosovës, transportin, a kanë bo diçka në projekt madhor të ftesës për ta, për investime që me ardha atje, shumë për tyne janë shumë të sukseshëm, 5 vite për diasporën, po pajtohesh me mu që vetëm lehtësimi vetëm ka qenë me votu ma lehtë për ta. Kjo ka qenë. Tasht është pro, do me thonë, kjo është që s'ja u sheh kërkush për të madhe, është një porcion një madhe i votuzve dhe e kuptueshme krejtësisht që ka bo edhe Vjosa edhe Albini, mujnë edhe liderët e tjerë, me provu që një pjesë që aty në që kanë mësu rrugën qysh me votu, kanë pasion me votu me qenë pjesë e procesit. është tërësisht legjitime dhe është normale. Zot Sediu, sërish po fillon një farforme fushata duke i bërë apel, tash i dim se janë edhe afate të rezistrimit, por shpesh po mendohet se me tepër po kushtojnë rëndësi, sidomos partia në pushtet votuesve, që me gjitha të janë më pak jashtë se sa brenda, se sa atyre që do t'ja ofrojnë njerëzve brenda. Ka të bëj kjo se njerëzit brenda